se zgjohë dhe disa emra që janë shumë pak followersa, me shumë pak klikime, jo shumë mainstream, me I pas brenda në albumin tënë. Po, përderisa albumi krete ka pas një sound 3 për gjuhën shqipe, do me thonë janë do zhanër 3-a në gjuhën shqipe që nuk janë bo ma herët, edhe kom pat nevojshme që edhe bashkëpunimet që I zgjedhi du të me konë energji e re, për me ja dhonë që ato që unë po du në fund. Edhe se cili për këtyne artistave që I kom zgjedh, më pëlqejnë tepër, edhe janë shumë talentuar edhe janë shumë të veçantë. Mu më pëlqejnë shumë njerëz që janë të veçantë, njerëz që janë autentik, njerëz që kanë stilin e vet, edhe se do që si kuptojnë nështë masa, ata prap nuk e hupin veten për clout ose për diçka, edhe kjo është edhe inspiring, edhe shumë I vlerësoj, edhe menoj që kanë një rrugtim nëse fokusohen sa duhet në karrierë, se duhet nuk mjafton veç me pas talent ose me veç me koni veçantë, duhet edhe migro. Po punët, po. Edhe menoj që kanë potencial si cili për atyne për ma shumë edhe ma mirë, edhe shpresoj që kjo rrugë kam ja u dhonë një jo nisje sa ata ja ka nisë edhe para kësaj, po një push, që shme thonë. Edhe shpresoj që edhe njerëzve të tjerë janë ma publiku, shpresoj që kanë mu bo pak ma open, ma të hapër, për fqafus, për stilet reja, për zona 3. Ka nevojë industria. Menoj që kena nevojë për një refresh, edhe me gjuhën shqipe pak me eksperimentu pak, me bo diçka pak ma ndryshe se që kena bëdej tash.